po e nis nga reforma territoriale, kryeministri Edi Rama çfarë po përpiqet që të bëj dhe po them këtë reformë territoriale kujt i shërben dhe çfarë funksioni do të ketë dhe për çfarë qëllimi bëhet? Shikos, parem lejoni të theksoj qëndrimin dhe opinionin tim lidhur me këtë reformë, pastaj ne mund ta debatojmë dhe analizojmë. Unë kam qenë kritik konstant i kësaj reforme gjatë 10 viteve në fakt. Dhe fakti është i tillë që kjo reformë nuk rezultoi ashtu siç pritej me efektivitetin, me eficiencën, me shërbimet për qytetarët, nuk arriti të mbajë qytetarët aty ku në komunitetet e tyre, sasia dhe cilësia e shërbimit nga kjo reformë lë shumë për dëshiruar, përfaqësimi i tyre gjithashtu lë shumë për dëshiruar dhe shumë arsye të tjera. Këto jo se i kam thënë unë, i kam thënë dhe raportet e Bankës Botërore, i kam thënë dhe raporti i fundit i Komisionit Evropian, pra nota kritike nga do ta kapësh. Por në raport me gjitha këto qëndrimi im ka qenë që të rishikohet reforma dhe i përkas fakti që ka nevojë të rishikohet, të rikorrigjohet dhe duhet bërë. Se cili është qëllimi politik i qeverisë apo i maggiorancës, ato ndajnë sigurisht interesa elektorale. Por e mira do të ishte që këtë radhë kjo reformë të bëhej një herë mirë, të mbylleshin të gjitha defektet që ka pasur reforma e parë, të korrigjohej çdo lloj gabimi që u bë në reformën e para 10 viteve dhe tashmë të bëjmë një reformë që të rezistoja 35 apo 40 vite në jetën e shqiptarëve, në jetën dhe kulturën administrative dhe në qëndrueshmërinë e institucioneve. Po është rast i mirë që kemi këtë komision, por nuk do të dëshiroja që ky komision të dilte me raporte të ndryshme. Një do numër më të madh, jo do numër më të vogël. Pra të dilnin me një sistem se cili është modeli më i mirë që funksionon për 2.4 milion banor dhe cili është modeli më i mirë që kontrollon territorin në 28.000 km2 të Shqipërisë. I zgjidh problemet, ti po thuaj që do të ishte mirë që të ishte një reformë përfundimtare që t'i adresonte të gjitha problemet. Po në këndvështrimin tënd, analizën tënde afatmesme, i zgjidh problemet apo në fakt i lë të pa adresuara dhe të mbartura, po themi? Shiko, pyetja jote është e bukur me thënë drejtën, që mirë që po bëjmë reformën, po ana i zgjidh kjo çështje në afatmesëm, le të themi, në afat shkurtër dhe afatmesëm. Është shqetësim i drejtë. Edhe unë në bindjen time një reformë sado e mirë, e mrekullueshme të bëhet, dhe pse këtu kemi goxha pikë pyetje, nuk është vetëm çështje numri, çështje vullnetit politik, është mënyra se si e ndërton tërë sistemin e qeverisjes vendore, është mënyra se si gjithë sistemi kushtetues, institucional, demokratik, administrativ, si është organizuar gjithë sjellja e shoqërisë tonë. Janë këto dimensione që e bëjnë një reformë të qëndrueshme. Nuk e bën vetëm fakti që kemi 61, po shkojmë ke 36, kemi 61, po shkojmë ke 90 bashki. Por mbaret shumë, jo vetëm nga dimensioni territorial, por mbaret shumë dhe nga sistemi administrativ, çfarë shërbimesh do t'ju japësh, çfarë përgjegjësish dhe të drejtash do t'i japësh. Mbaret shumë nga sistemi financiar. Do i mbash po shumë me transferta të kushtezuara sektoriale të përgjithshme, me grante, apo do të ndryshosh edhe paketat fiskale, do të gjesh i qasje tjetër se si të rrisin të ardhurat të bashki. Mbaret shumë se si do të ndërtosh sistemin zgjedhor të njësive të qeverisjes vendore. Do t'i lesh me 3 mandate, do i lesh këshillin kështu siç do i zgjedhësh kryetarin drejt për drejt apo nëpërmjet listave të këshillit bashkiak. Do kesh një nivel qeverisje vendore apo do kesh 2 nivelet qeverisjes vendore. Pra ka shumë të bëjnë të gjithë të dimensionet që lidhen me mënyrën se si qaset pra kultura kombëtare, në qoftë se dimensionet kombëtare, politika kombëtare, institucionet kombëtare janë jo të shëndetshme aq sa duhet, përrjedhoj edhe institucionet lokale do t'i përngjajnë pak a shumë me ndryshime shumë të vogla qasjes kombëtare. Ndaj themi që kur një shtet
është i shëndetshëm vertikalisht, ai është i shëndetshëm dhe horizontalisht. Qartë. Sa i takon roli të opozitës në këtë reformë territoriale? Nga njëra anë merr pjesë patjetër sepse është forcë kryesore opozitare, pra Partia Demokratike them, në kuvendin e Shqipërisë. Nga ana tjetër po themi akuzon qeverinë se po përdoret kjo reformë për manipulim politik. Pyetja ime është por roli i opozitës në këtë. Se nuk po dua t'i futem tani atyre teorive konspirative që thonë që opozita dhe majoranca janë bashkë për përfitimet e tyre për të bllokuar sistemin sa i takon reformës zgjedhore, po edhe sa i takon reformës territoriale gjithashtu e njëjta gjë. Megjithatë duket e mia. Edhe parlamentares. Po, edhe parlamentarës, ndryshimin e numrit të deputetëve, kthimin e kuvendit me 2 dhoma etj. Cila është analiza jote në këtë gjë? Shiko, unë i përkas faktit në fakt që partitë politike janë aty për të ulur, për të bizetuar, për të diskutuar çështjet me interes kombëtar, për të diskutuar çështjet në sektor shumë të rëndësishëm jetik, për të diskutuar reformat të tilla, qoftë për pushtetin vendor, qoftë për parlamentin, qoftë për sistemin zgjedhor. Unë dua që këto palët të dyja të trajtojnë gjërat në një paket me konsensus të plot në interes të qytetarëve sigurisht. Për sa kohë shqiptarët kanë votuar partitë politike, do të thotë që kanë deleguar pushtetin e tyre, të drejtën e tyre, votën e tyre, që politikat i ndjekin ato dhe në një farë mënyrë na pëlqej ky është sistemi, ne duhet të pranojmë këto. Por nëse në përgjithësi, nëse pastaj hyjmë në detaje, shiko, opozita të jem krejtë realist edhe unë, edhe pse nuk jam ndjekës i politikave të partive. Shiko, është në pozitat vështira, ka një numër minimal që nuk deputet është në parlament dhe nuk ka mund ta ketë integritetin dhe moralitetin për të bërë opozit, për të kundërshtuar çdo pa drejtësit, por nuk e ka fuqinë për të penguar. Sepse ky është verdikti që kemi sot pa hyrë në arsyet e thella të këtij rezultati. Në këtë aspekt, opozita në fakt duhet të bëjë shumë kujdes për mendimin tim, sepse propozimet e saj mund të ngelin thjesht në letër dhe nuk do prodhojnë asgjë dhe sërish majoranca i ka votat, ka 83 votat paktën të saj në mënyrë të drejtë për drejtë, aq sa i duhen për ta bërë reformën territoriale, për të ndryshuar reformën apo i pjesë të ligjeve që kanë nevojë për këtë lloj numër votash. Në këtë kontekst do sugjeroja për opozitën si një mirë kombëtare, si një mirë publike që të gjej gjuhë të përbashkët dhe të jetë realiste në ato që kërkon, por sigurisht kjo nuk do të thotë që numri dhe votat që ka majoranca të çojnë në arrogancë. Kjo është një sjellje as pak nuk është një kulturë demokratike në fakt. Pavarësisht se ti ke një majorancë, por zërin e opozitës aty kur gjërat janë të drejta dhe kur të duhet për të mirën kombëtare duhet ta konsiderosh, sepse ti nuk mund të thuash opozitës kur voton për sistemin elektoral je mirë dhe kur kërkon ndryshime të hartës njësive të qeverisjes vendore është e keqe dhe ti do shfrytëzosh kartonin. Këto janë sjellje tipike shqiptare dhe ballkanase, po këto duhet të thyen. Megjithatë, për ta përmbledhur dhe njëherë se thelbi pyetjes tënde ishte opozita. Tash opozita duhet bëj shumë kujdes. Deputetët, politikanët aty unë mendoj që kanë të gjitha aftësitë dhe kapacitetet të jenë në gjendje të artikulojnë qëndrime të rregullta parimore, qëndrime vërtet që ju a kërkojnë votuesit, ju a kërkojnë elektorati tyre, qëndrime që vërtet janë në rrugën e drejt progresit, drejt antarësimit Bashkimit Evropian, të kërkojnë ato që vërtet janë shqetësime reale dhe mos të orientohen tek orientimet partjake, sepse vetëm një orientim i tillë sigurisht do ju japit bonus më shumë opozitës dhe mos bjeri në retorikën e majorancës dhe të arrogancës së numrave të tyre.
Mirë, çështja e fundit që duhet të flasim bashkë, po jo për nga rëndësia, është zgjedhjet e pjesshme vendore që janë në 5 bashki, në Vlorë, në Berat, në Tepelen, në Mat, edhe një bashki tjetër që unë e harrova tani, po do të kujtosh ti. Ku? Cerrik. Edhe në Cerrik, po. Si e parashikon rezultatin e këtyre zgjedhjeve? Çfarë projeksionesh bën? Shiko, nuk ose kam ndonjë shpresë shumë të madhe, dhe pse unë vetë gjithmonë jam mbështes idenë e transformimeve, të ndryshimeve, të reformimeve, të qarkullimeve në cilin do rast. Por eksperiencat historik kanë treguar që zgjedhjet e pjesshme gjithmonë shkojnë në një limë me pushtetin, por kjo nuk do të thotë absolutisht asnjë gjë. Mundësitë për ndryshime janë potencial shumë i madh. Qytetarët në këto 5 bashki kuptojnë fare mirë që çfarë po ndodh me sistemin qendror, me pushtetin qendror, çfarë ka ndodhur me votën e tyre që nuk është përkthyer absolutisht asnjëherë në cilësi jetese më të mirë, dhe mendoj që mund të reflektojnë dhe kjo mund të konvertohet në ndryshime, të paktën teorikisht, unë kështu mendoj, por edhe praktikisht mund të ndodhi në një apo 2 bashki. Por ajo që më duhet ta theksoj në këto zgjedhje të parakohshme në 5 bashki ka ndodhur një gjë që unë e dashuroj shumë, fakti që është kushtuar vëmendje, jo në kuptimin negativ, vëmendje e ulët këtyre zgjedhjeve, qoftë nga qeveria, qoftë nga maggioranca. Kjo tregon në fakt një maturi dhe një pjekuri dhe një ndryshim në mënyrën e të bërit politik krahasuar me 2 vite më përpara, kur zgjedhjet edhe në një bashki të vetme bëheshin trajtoheshin si zgjedhje kombëtare dhe jo zgjedhje lokale. Dhe ju kujtohet, besoj, zgjedhjet në Himar. Të gjithë televizionet kombëtare netën një qëndruan një javë me kamerat e tyre në Himar, në fshatrat e Himarës me 4 banorë. Pra, not ditë, lajme, qeveria, të gjithë institucionet, ministri, parlament, pra qëndruan në Himar. Çuditën vendin gjithë në këtë rast. Ato janë zgjedhje lokale, qëllimi është të ndeshen aty, të përballojnë ofertat lokale me komunitetin lokal dhe mos morin vëmendje kombëtare. Kjo është praktika e vendeve të zhvilluar. Në këtë rast, unë e konsideroj këtë si një ngjarje aksidentale. Pse them aksidentale? Që bën habi pse Rama nuk ka shkuar në këto, se ai nuk i lën këto zgjedhjet edhe të kryetarëve të fshatrave në fakt, sikundër dhe opozita për hir të vërtetës, pra përpiqen të hyjnë ato në lojë dhe jo kryetarët lokal. Por kësaj herë gjëra ka qenë ndryshe, sepse alerti politik kombëtar, ngjarjet dhe situatat kombëtare, çështja e zonjës Balluku, niveli i lartë i korrupsionit dhe sistemi me lëvizjet në SPAK, apo e gjithë politika kombëtare ka qenë përqendruar dhe fokusuar në aspekte të tjera, dhe kjo ka tërhequr vëmendjen e komunitetit, vëmendjen mediatike, vëmendjen politike, vëmendjen e parlamentit, vëmendjen e partive, dhe kjo ka qenë shkaku që nuk kanë shkuar, por gjithsesi le të jetë një leksion dhe shumë mirë kanë bërë që i kanë lënë të debatojnë lokalisht. Ka dhe një dukuri tjetër që mua personalisht më ka bërë përshtypje, që nga njëra anë përballen kandidat të mazhorancës, pra nominalisht të Partisë Socialiste, dhe përballë tyre janë kandidat të opozitës, po që s'janë të opozitës, po që janë të mbështetur nga opozita. A tregon fakt kjo edhe një projekcion për rezultatin e këtyre zgjedhjeve, pra faktin që opozita nuk doj që të marrë kosto politike në këto zgjedhje? Nuk i intereson një gjë e tillë? I mendon zgjedhjet të parëndësishme krahasimisht me 2027-ën? Shiko, cili është mendimi im për këtë? Ashtu duket, ashtu interpretohet, po unë kam një mendim krejt ndryshe. Nuk ka gatishmangjet opozita rezultatit. Çfarë do strategjish dalë se të ketë bërë ajo duke caktuar kandidat qoftë të pavarur apo të propozuar nga partitë e tjera, në fund në letra ti mund ta shkuash si të duash, por opinioni publik do thotë që
në Bashkinë Vlorë ka humbur opozita, Partia Demokratike dhe grupi i saj, nuk do thotë ka humbur kandidati pavarur dhe ka fituar maggioranza. Njëjta gjë kështu. Në MAP, mund të thuhet ka humbur Partia Socialiste, atje ka fituar Partia Demokratike dhe opozita, nuk thotë se ka fituar një avokat i pavarur. Sigurisht. Do janë manovra që tashmë 35 vite pas demokraci, asnjë qytetar nuk gënjehet nga këto manovra. Çfarë duhet të themi këtë që pavarësisht